janë të qeverisë të shifra? Po kujt? Po janë shifra të nxjerra nga operator të caktuar. Jo, Kuta jo, vënçja i, mos janë ndërprit vënçja. Jo, të lutem. E minuta, lexoni strategjin që ka bërë qeveria shqiptare për sistemin e... Të lutem, këto biseda në bas emisionit, vënçen tani, të lutem. Për sistemin e ngrojes së banesave. Se do keni mundësi duke zbritur sallët e ABC Newsit, për eficiencën e energjisë. Ai raport, vënçe ka përcaktuar këto shifra. Na pëlqes, e kamuflojmë se kamuflojmë në gjithë Shqipërinë. Po si ndikojnë këto shifra? Lëre, Armelis, se bëjtë debatani. Lëre ta konkludojnë. Si ndikojnë këto shifra? Sepse në qoftë se ty të vjen kështu një ortek me para nga ajri, Vja Alabari, shoku Alabarit, tezja Alabarit, Baxhanoku Alabarit, për të ndërtuar në Durrës, atëherë është normal që ke vështirësi ti kapësh, do investohet, pavarësisht se ka objekte dhe rezidenca të lira. Unë kam vetëm një merak vënçe fare. Si ka mundësi ato po ndërtohen, dhe kjo VKM-ja për taksimin e ka përcaktuar dhe kur e ke objektin në ndërtim, pasi ke marrë lejen, do të taksoj me 30%.